Nga muaji janar deri në muajin tetor, Shqipëria ka pritur 11.137.328 vizitorë të huaj. Kjo shifër u bë publike nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe në krahasim me vitin e kaluar, kemi të bëjmë me 7% më shumë vizitorë. Nëse shifra 10 milion vitin e kaluar ishte rekord, ky numër ka kaluar dhe pritshmëritë janë për më tepër. Në rrjetet sociale, ministri shkruan se vetëm në tetor 2025 janë regjistruar 908.642 vizitorë, një ritëm që dëshmon transformimin e turizmit gjithvjetor, duke lënë pas modelin sezonal dhe afirmuar Shqipërinë si një destinacion në zhvillim të qëndrueshëm dhe tërheqës në çdo stin. Prej vitesh Shqipëria është kthyer në destinacion për turistët e huaj, për çmimet, por edhe për natyrën. Shpesh në media ata shprehen se vendi ynë u ofron atyre detin dhe malin në një distancë të shkurtër, por po ashtu edhe turizmi kulturor e historik ka njohur rritje të ndjeshme. Vija bregdetare vijon të jetë më e preferuara nga veriu në jug, ashtu si kundër turizmi malor në Thedh, Valbon dhe zona të tjera nuk mbetet pas. Ndërkohë Gjirokastra, Butrinti, Tirana, Kruja, Shkodra, Berati e të tjerë thithin turist kryesisht apasionuar për historinë dhe kulturën. Po ashtu vendi ynë ka kushte për turizëm gjithvjetor për shkak të relievit që ofron mundësi për turizëm nga jugu në veri. Fshatra turistik të veriut të vendit njohin së fundmi numër të konsiderueshëm turistësh, ndërsa po zhvillohet dhe infrastruktura për turizmin e aventurës. Lumenjt, laguna si dhe parqet kombëtare tërheqin jo pak interes për të huajt dhe jo vetëm.